Teatri Antik i Butrindit u zbukurua me ngjyrat që përfaqësojnë diversitetin kulturor të 9 minoriteteve që jetojnë në vendin tonë. Komiteti i Pakicave Kombëtare pranë kryeministrit, së bashku me shoqatën kulturore Shën Kozma i Livadja, organizuan edicionin e dytë të takimit folklorik të minoriteteve, si treguesi plotësimit të bazës ligjore të Konventës Skuadër, implementimit dhe zbatimit të saj. Kryetari i këtij komiteti zonja Konstantina Bezhani, gjatë përshëndetjes së saj falenderoi qeverinë shqiptare për trefishimin e fondeve për aktivitetet promovimit të diversitetit kulturor të minoriteteve. Mirë se erdhët në këtë festë të bashkimit, në këto valle të shpirtit, sepse kultura vallëzon në harmoni dhe shpirti njerëzor ngrihet më lart. Mirë se vini në Butrind, ku historia takon artin dhe kultura bëhet fest. Sot, 9 grupe nga komunitetet të ndryshme minoritare do të ngjiten në skenë, të frymëzuara nga 9 musat e mitologjisë së vjetër. Secili grup një zë i veçantë, një dritë në mozaikun ton kulturor. Zonja Violeta Mari është antare e Këshillit Drejtues të Shoqatës Kulturore Shën Kozma i Livadja, e cila organizoi këtë aktivitet si përfaqësuese e minoritetit etnik grek. Njëkohësisht, zonja Mari është e mallëngjyrë dhe emocionuar. Jemi shumë të veçantë për këtë aktivitet që është për herë të dytë që bëhet në vendin tonë, edhe sidomos i vjet që bëhet në këtë mjedis aq të bukur dhe tregon aq shumë kulturën tonë, traditat tona, edhe këtë duhet ta tregojmë edhe minoriteteve tjera. Dërsa zonja Milena Selimi është e angazhuar pranë Komitetit të Pakicave për çështjet e minoritetit bullgar, i cili u përfaqësua me disa vajza nga zona e Ostrenit. 9 pakicat kombëtare do të kemi sot në këtë skenë kaq të bukur natyrore që rrallë ndodh që pakicat kombëtare të kenë këtë mundësi dhe këtë hapësirë. Pas interpretimit dhe performancës mbreslënëse të 9 grupeve artistike, në fund të aktivitetit u shpërndan edhe Tituj Nderi.